Disa ditësh në rrjetet sociale ka nisur të qarkullojnë aludime se Luizi dhe Kiara po kalojnë një periudhë krize ose madje janë ndarë. Shkaku kryesor që përmendet është fakti që Luizi është shpesh larg për shkak të koncerteve, duke lënë përshtypjen tek disa fansa se ai nuk jaftueshëm pranë familjes. Publiku është i mësuar ta shohë çiftin së bashku dhe çdo mungesë e gjatë krijon menjëherë hamendësime. Por në të vërtetë, nuk ekziston asnjë provë konkrete që të mbështesë këto fjalë. As Luizi as Kiara nuk kanë dhënë asnjë deklaratë që të lërë të kuptohet për ndonjë problem serioz mes tyre. Përkundrazi, ata kanë treguar shpesh se respektojnë njëri tjetrin dhe përpiqen të ruajnë balancën mes punës dhe jetës private. Faktori që krijon zurmë është thjesht karriera e Luizit, e cila kërkon udhtime, koncerte dhe net të gjata në skenë, por kjo është pjesë e natyrshme e jetës së një artisti. Fansat shpesh e jetojnë jetën e idhujve të tyre me shumë pasion, dhe kjo është arsyeja pse lindin menjëherë diskutime të tilla. Një postim i munguar, një foto e pashpërndar, ose thjesht një periudhë më e qetë në rrjetet sociale, mjafton që të nis valla e spekulimeve. Mirëpo, çdo çift përballet me rutina dhe sfida të vogla të përditshme, pa qenë domosdoshmërisht shenjë krize të madhe. Në rastin e Luizit dhe Kiarës, ata kanë treguar disa herë se dashuria e tyre është më e fortë se thashë themet. Martesa e tyre, ardhja në jetë e vajzës dhe përkushtimi që tregojnë ndaj familjes janë dëshmi që flasin më shumë sesa fjalët e rrjeteve. Thjesht mungesa fizike për shkak të angazhimeve artistike nuk duhet parë si një problem, por si sakrificë për të ndërtuar një karrierë të suksesshme që i sjell të ardhura dhe siguri edhe familjes së tyre. Në fund të ditës duhet kuptuar se spekulimet janë pjesë e jetës së personazheve publik. Sa më shumë të njohur dhe të dashur të jenë, aq më shumë njerëzit do të flasin për ta. Por realiteti është se mes Luizit dhe Kiarës nuk ka asgjë që të tregojë një krizë bashkëshortore. Tashethemet mbeten thjesht zëra, ndërsa e vërteta është se ata vazhdojnë të jenë bashkë dhe të gëzojnë jetën e tyre si familje.